Muaji mars shënoi një rënje me 2.7% krahasuar me vitin e shkuar të shtetasve të huaj që hynë në vendin tonë. Sipas të dhënave të Instat, kanë qenë 549.765 persona që kryesisht kanë deklaruar vizitë të afërmit apo edhe për pushime. Në mars 2025, 95% e hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri janë nga rajoni i Europës dhe kryesisht nga ajo jugore. Megjithatë, përgjatë 3 muajve të parë në vendin tonë ka mbërritur mbi 1.726.000 të huaj, një rritje me 5.3%. Sa i përket shqiptarëve, janë 604.000 që janë kthyer në vendin tonë me 3.3% më shumë se viti i shkuar, ndërsa rritje ka dhe për numrin e atyre që kanë dalë nga territori ynë. Megjithatë, do të jenë muajt nga maj deri në shtator që do të vendosin mbi trendin e turistëve që do zgjedhin Shqipërinë për pushime. Viti i shkuar u mbyll me rreth 12 milion dhe pritet që kjo shifër të kalojë sërish. Hapja e sezonit veror shënon kulmin e dyndjeve ku pjesa më e madhe përzgjedhin Bregdetin. Prej muajsh tashmë Shqipëria ka zënë dhe hapësirë në mediat kryesore botërore ku vlerësohet jo vetëm klima dhe gastronomia, por edhe çmimet që ende në Europë konsiderohen të lira.